Për 13 vjet me radhë në të Arçë organizua manifestimi tradicional Dita e Groshës 2025, një manifestim që për çdo vit mbledh pjesëmarrës të shumt nga vendi, rajoni dhe jo vetëm. Si çdo vit, edhe këtë vit pati aktivitete nga nxënësit e shkollave fillore, të cilët kishin përgatitur ushqime të ndryshme tradicionale, një manifestim të pasur me program kulturor dhe kryesorja përgatitja e groshës. Organizatori Metin Muaremi theksoi se nëpërmjet këtij manifestimi ngrejnë bedijen për rritjen e kultivimit të groshës. Ideja e manifestimit është çdo herë që të mbështesim bujqit, pasi grosha është një produkt me të cilin ballafaqohen çdo vit me rënien e cilësisë dhe sasisë. Andaj ky manifestim është një farë mënyre, një farë garance se ne duam ta mbajmë të gjallë këtë prodhim dhe përmes pjesës interkulturore duam që të ngrisim aktivitetet ndërkulturore të cilat do të ndodhin këtu në rajon dhe më gjatë. Dielli dhe lagështia që ka rajoni i Pollogut bën që fasulja të jetë e veçantë, por fatkeqësisht ajo çdo vit kultivohet pak e më pak, shkaku i heqjes dorë nga bujqësia, por edhe i ndryshimit klimatik. Grafçeto tradicionalno sot telesh começo 16 kg zetin, kromi, piper, morkov, luk. I krčka se vari, mislim, super. Tradicionalen graf, govorimo nativko, da bide kajmak. Krahas gatimit të groshës tradicionale, në këtë manifestim është edhe gatimi i hallbës, për përgatitjen e së cilës kuzhinieri Adem Aliti theksoi se nevojitën plot 3 orë kohë. Receta tradicionale është shumë e thjeshtë, pa është dënë punë, dënë kohë, sa sasi e madhe bëgji, edhe shkon gjatë kohë, është me vaj, mill, digjet vaj dhe mill, digjet a marrin një gjirë kafe, mandej në fund t'i hedhin ujnë, mbas ujë qeqeri edhe pak rush sata, diçka që kena ara, qatë tjetë, gjanë tjetë dhe qatë imbaron emisioni hallbës. Ky manifestim organizohet nga Qendra për Edukim dhe Zhvillim CET në mbështetje të programit Civia Mobilitas, shoqata ekologjike e Maqedonisë dhe Komuna e të Arçës.